Diaspora shqiptare amerikane nderoi ikonën e artit dhe humanistin Fadil Berisha. Qindra pjesëmarrës të ftuar special të Fadil Berishës u mblodhen në Cipriani, organizuar nga drejtuesit artistike Ivna Mula dhe Dëshira Meti Këlliu, me sponsor general zonjën Fotini Alteri Kokeri, hostet nga shoqata shqiptaro-amerikane Motra Qirjasi. Ndërtesa gjigande Cipriani mban emrin e Giuseppe Ciprianit që shpiku Carpaccio në famshëm dhe Bellinin original dhe që janë kthyer në ikonat Venecias shumë të njohura në të gjithë botën. Në hollin kryesor ishte varur një banner me logon nga puna fotografike me supermodelet e botës, ku pjesëmarrësit grupe bënin fotot e radhës me maestron Berisha nga ekipi shumë profesional si Olsi Beqi e të tjerë përzgjedhur nga Fadil Berisha. Ishte emocionuese të shihen në tapetin e kuq 10 artistë të shquar që mirëpriteshin nga një zotëri në art në sjellje, siç është Fadil Berisha, fotograf i motos dhe i bukurisë, filantrop, humanitar, drejtor kreativ dhe mentor. Brendësia monumentale e ndërtesës Cipriani, që mbante brenda një ikon të artit të fotografisë, si Fadil Berisha, e bënte atë më madhështore, më të bukur këtë mbrëmje gala. Afresket e pikturuara me dorë dhe natyrisht portreti i saj sjell me mjeshtëri bardhëzi nga maestro Berisha e bën këtë vend të vërtet të jashtëzakonshëm. Aty ishte ndërthurur madhështia historike me elegancën moderne. Një surprizë e bukur e mori dhe nga bukurosha shqiptare Angela Martini, një imazh i Fadil Berishës për 24 orë në Times Square në New York. Doja që bota të shihte legjendën që e tij, i shkruante ajo mes të tjerash. Personalitetet të shquara të artit, muzikës, skenës, veprimtarisë komunitetit, të shoqatave të kombit, si Ari Baraktari, nderi kombit Delmir Berisha, kryetar i Vatës, Ana Cohen, nderi kombit Bruno dhe Komrie Selima, e pronarët e Club Steakhouse, Qemal Zylo, themeluesi i televizionit Shkolla Shqipe Alba Lajt, në gjithë Njohur Kunvera dhe Ismail Mjeku, Toni Dovolani, Shpendi Xani, Xhemal Lanica, kryetar shoqatës Ulqini, veprimtarët e motrave Qirjasi, si Agathia Luka, Ariana Aileza, Eva Burnazi, Myzi Alie, Televizioni Kultura Shqiptare, Mimoza dhe Vera Balliu, Shpresa Xhakli, Lumi Adër, shumë të tjerë nderuan këtë mbrëmje gala. Në tingujt e çelistës së shquar Gilberta Lucaj, Cohen, pjesëmarrësi Trokullini nga një godë verë në koktejlin e shtruar në këtë event, në efektet e dritave audio, muzik, performancën u hapën 2 vallëtare me vallën Cimi i Tropojës, që është zyrtarisht pjesë e listës përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit në UNESCO, ndërkohë një slide show shfaqej në ekran rreth Shqipërisë dhe Kosovës. Aktoria e Hollywoodit Eliza Dushku përshëndeti të gjithë pjesëmarrësit dhe uroi maestro Berishën. Ajo prezantoi divën shqiptare Inva Mula dhe maestron Genci Tukiqi. Inva Mula e hapi spektaklin madhështor me këngën Gati Hymë, Shqipëri o vendi im, shoqëruar nga Genci Tukiqi në piano, çfarë harmonie e përkryer mes tyre, duke sikur sollën Abdeon në Manhattan. Kënga Ti voglio bene, interpretuar nga Inva Mula, ishte një tjetër sukses, shoqëruar nga violinisti Olen Cezari. Genci Tukiqi, të cilët luajtën në tastier dhe në tela sikur vallëzojnë magjishëm në ajër. Olen Cezari dhe Genci Tukiqi performuan Viva Monti Çardash. Modelja shqiptare Emina Çunmuraj udhëhoqi intervistat me njerëzit të shquar si Carmen del Niki Haskel, Paula Sturgat, presidenti i Miss Universe. Një tjetër artiste e shquar e famshme ndriti skenën, si gjithmonë Dëshira Meti Këlliu, e cila së bashku me Inva Mulën ishin interpretuese artistike të këtij spektakli madhështor. Dëshira interpretoi O mio bambino caro, e cila shoqëroi në një slide show me foto të realizuar nga mjeshtri Berisha. Modelja Çunmula e foli për kontributin e Fadil Berishës, për tributin që i ka dhuruar Nexhmie Pagarushës. Në ndërim të këtij tributi interpretoi plot profesionalizëm Dëshira në këngën e dashur Baresha, ndërsa në ekran shfaqeshin pamjet të atashme nga Rugova e Kosova.